Edhe, më thonë, zakonisht punojna në automatizëm, deri sa njëri thotë, ka dolim, qemë të bona kështu. Edhe bëhet që e black sheep in the family, që e deli azezi familjes, edhe vup, e bën rreziku më i madh i neve si shoqni qysh unë ku mujt me pa, që na të shkuat të e gërsu ma shumë. Tash nëse na veç e gërsomi, tash po e thëmë që të bomi ma të padurushëm, ma nuk pëdëroj mo. Tash është rreziku që nas kena me pas, domethënë brezat e ri që kanë marrë mas neve. Kena me pas probleme se na s'kem dashni me njëri tjetrin. Fekt, që kjo është ajo ideja se s'kem respekt me njëri tjetrin, nuk kem. Po ata pleqë tonë që janë martu pa i njoft njëri tjetrin, ata s'kajnë pas dashni heqë që kanë prodhu. Unë jo pse jam sonte këtu. Unë kur s'ko marrë pjesë në debate, zakonisht s'ko marrë pjesë vetë në emisione, po që shmirjem ka nina, që shmirjem të kaluna sonte këtu, që është energjia mirë, kur ka nivel në diskutim, kur ka respekt për fjallën e tjetit, ose edhe nëse kyqësh, po kyqësh për me bo diçka dhe ma bukur, nuk kyqësh për me vërtetu dikujna të kundërtën, e për çfarë vibrimi mirë është. Faktikisht që kjo sonte që jam të e bona, kjo është shumë shembull i mirë dhe për shumë debate që po marrën në televizione tjera. Faleminderit. Apo më kupton? Se gjithmonë qëllimi është t'jaftof gjën e këtina. Apo çfarë dashnie këto për fillimit, sa energji e bukur është. Diçka po funksionon. E kum po një ditë në rrjetet sociale magazinit e shpjegoj ke kohën e atëshme dhe kohën e shtashtit me dy shembuj shumë thjesht. Tash këtë rast edhe për falje vlen që kjo, kallëzoj ke qysh përpara ti u desh me shku te dikush musafir për m'ia dhënë një mesazh ose mi thon fal në këtë rast. Tash i na ardh çat kohë që ti mo nuk ki nevojë me shku te ai. Po ti në momentin që ja shkruan fal te ke ka të borën pi vetit, po realisht në një formë nuk je shku me apo përjetimin aty në shpundjet ai nëse te to ja fal. Po nuk ka njësi me këshirë sy njërin edhe mi thon. Po çaja është ideja. Edhe shpjegoj ke po. Mie kontaktin e syve është ideja. Kjo është rreziku që theke. Këtë që e thash. Që kjo është ai rreziku që shpjegoj ke në dokumentar që na shpjegoj që edhe ekspert teknologjisë, edhe ekspert psikologjisë, edhe sociologjisë folshin për çfarë punën e gërsimit të njerëzve, pse ashtu ndodh, sepse s'ka mu afërsit njerëzve. Ne jemi sociale. Për çato momenti si dalim jashtë natyrës tonë, dashuria online është shumë sene tjera. Prej messengerit e prej emailave kur janë kohën para se me dalë telefoni, përmend ke qysh ti shembull, ke arrit me kontaktu me dikon pa kur njerin, edhe tash na kena me arrit me kërku falje dikujna pa kur, edhe kena arrit, që ajo është ajo ftofësia edhe që ajo gërsia që unë nuk e di çka mendon kjo për mua nëse unë i shkruaj diçka. Psikolog është kjo mund të më dhoni konsult mua, nëse unë i them po më dham kryt, jam depresion, çka jam të bëj, jam të nejt, apo den kjo mund të më dhoni prezenca fizike, edhe seancat online, masi veç i praktikoj, nuk kanë as